Një temë ngritur tash fundi, që dorën zemër ndodh çdo fund sezoni, po thotë ne kur nxehet kështu gara për të vendosur kush ku po mbetet, kush ku po bjen. Është diskutuar tash edhe për mundësinë të pasjes kurdisjes ose këtyre taktizimeve matematikave në fund sezonit. Apo mendoni që po na prek ky farë sindromi edhe në këtë edicion ajo? Po me thot drejtën, gjithmonë është flitë, është folën për opinion, por asnjëherë deri më sot nuk kanë dalë organet kompetente që duhet merren me këtë çështje, me këtë dukuri. Sepse komisionet në fakt ekzistojnë në Federatën e Futbollit Kosovës. Prokuroria, policia, derisa na flasëm apo flitet në për studia dhe në për opinionet ndryshme dhe natyrisht nuk kemi asnjë rast që është hetu apo në fakt ka dalë që është realitet, janë kurdiset apo këto marrëveshjet, ne vetëm mund të supozojmë edhe pse ndoshta në farë forme në fund kampionatit jo vetëm Kosovë, por besoj që edhe në për ligat më të larta ka një lloj marrëveshje apo lloj situata që klubet kur s'kan interes apo kanë miqësi në farë forme më të madhe mes vete, bojnë kësa kalkulime dhe natyrisht ne vetëm mund të supozojmë, por ne dëshirojmë që ky fakt apo kjo dukuri sinqerisht mos të jetë realitet dhe mos të jetë i vërtetë, sepse deshtëm as deshtëm një ditë kjo dukuri ka me dëmtu jashtëzakonisht shumë futbollin, edhe ne tash mo jemi veç dëshmitar që i shohim edhe antar të klubeve që dalin e akuzojnë njëri tjetrin dhe natyrisht nuk merret asnjë iniciativë domon nga askush, dhe derisa nuk ka ndonjë iniciativë domon ose nuk merret asnjë vendim ose nuk shihet që as komisionet, as prokuroria, as policia, as një organ domon nuk merret me hetimin e këtyre situatave, ne mund të supozojmë gjithmonë, edhe pse na jemi gjithmonë në futboll në kohë gjatë edhe Roberti, por një ndeshje kur disnë me të vërtetë pavarësisht ta është një apo dy, janë dashme dhe unë po shpresoj që këto mos ndodhin, sepse me të vërtetë disa klube ose individ mund të psojnë keq dhe natyrisht sepse në fundit futbolli luhet edhe në ligë, por jo vetëm në Super League. Janë skuadra me, që tha dhe Roberti, me emën edhe me nëmë mas që kanë qenë Liria, Vllaznimi, Trepça, Besa, edhe disa skuadra tjerë, Vushtria, Feronikli, edhe bojnë gara në ligë, por edhe një skuadër që natyrisht nuk mund të mbjetoj Super Ligës, do të më pajtu edhe do të me vazhdu futbolli edhe në ligë, po është as funi botës edhe ne dim para disa vite ju në Tusik, Karanserie B, B-a, C-a, edhe sa do është kapet është ku është. Jeta vazhdan edhe futbolli normalisht vazhdan edhe me një skuadër edhe pa një skuadër tjetër. Futbolli luhet, nuk luhet. Pas reagimit në komente, po themin media kështu të zyrtarëve të Llapit edhe të Ballkonit, Robi, megjithatë Federata e Futbollit e lëshoi një një njoftim që do të shërtohen këtë çështje, do të merren me këtë çështje, nuk guxojnë të ndodhin. A konfirmoi kjo pak a shumë reagimi i Federatës që diçka e tillë mund të jetë në futbollin tonë? Që Albert, edhe trajneri tha që edhe në përbot ndodhin kalkulime. Nuk mëj me thonë kurdise, po kalkulime ndodhin. Këto sene mund kanë përcjell krejt jetën përderisa kom luajtur futboll në fund kampionatit. Është e pamundshme një ekip e cila e siguron ose asaj që nuk kanë mja qit një bisht me thonë që kjo ka me lshu lojën ose kjo ka me fitu lojën. Komentet që i kanë bo ata zdia e keni po, ka thonë kjo lojë është e shitur. Por nuk ka tregu se cëlla lojë kush kanë e fiton. Na kemi po vitin e kalum ose para 2 vjetëve nëse se më gabim, Ulpiana dhe Vllaznia kur janë ek prej garave,
mirë po aty u ka një delegumi i federatës që ka përcjell ndeshjen edhe i ka pas fakte që loja nuk u ka në rregull. Kështu që vetëm duhet me pas fakte se këto komentet dolin edhe 2 zyrtarë të klubeve, sidomos e llapit do që ai nuk është pjesë e jona, kur na e dim që është familjar. Edhe kjo shkon edhe në dom futbollist dhe unë e menoj shumë se kur tuti për një lojë, për shembull si vitin e kaluar kur tha një gazetar për Gjilani që tha Malisheva Ballkani është lojë e kurdisur edhe dole kundërta, ti ja hub meritat ndoshta edhe atij kundërshtari që e fiton lojën me merit. Edhe nëse e fiton me merit, futbollistët kanë mundësi keq se thonë na fitu me merit, po ne po thonë që është lojë e kurdisne. E për çdo që duhet me pas shumë ku duhet më drejtu, ku duhet më shku. Unë nuk po them që nuk ndodhin këto kalkulimet, ndodhin ndoshta në fund kampionatit, mirë po jo tash gjithë secilla lojë dikujt që i vjen edhe dikujt që se vjen, ajo që e vjen ka me fitu lojën me patjetër, e kësaj që se vjen duhet me toleru ose duhet me lshu lojën se tash nuk i vjen më. Aden, ti duhet me pas shumë fakte na është vetëm një lojë, edhe ti i lidh edhe 10 lojë tjera dhe ja hub mundin edhe dirësin edhe atinve sponsorëve që japin, thashë e kena pa edhe ligjin për sponsorizim, ti mundesh edhe mi demoralizuar ata njerëz që japin për futbollin, pak a shumë me aq mundësi sa kanë, edhe duhet më kon shumë i sigurt kur e bën një koment tillë se ti je person publik, je përgjes, i kyçëm klub, pa marrë parasysh që klubi nuk përpranon, po ti je familjar i familjes Batatina, edhe nuk kisha pas shefun me pak si komente përderisa nuk ka fakte. Por ki fakte edhe i drejton në adresën e dur, në prokurorin, policinë, hetuesi, po ashtu edhe te federata, atë janë njerëz që kanë marrë se na çdo 6 muaj marrin ligjerata për mënyrën se çysh shkon deri te kur disa një lojë, kush mundet më impliku, edhe besomni që ka shumë vëzhgim, e kemi po Skënderbeun që dënuan, tash nuk dënohen mirë për mas 10 vjetëve, mund me ndiku edhe ti pson për 10 vjet nuk merr pjesë në gara evropiane ose mundesh edhe më ik për kategorisë. Po a rrezikon që kjo, nëse që ky skandal shkon nëse ndodh diçka, ne po shohim në Itali edhe për momentin po bën një temi gjyqtarëve në Serie A atje për favor. Që rrezikojnë se ti nëse kime diktu kampionatin, se që ka me shku kampionati, kime dëmtu një ekip tjetër e cila është të luftu me djerës, atë normal që se kanë me ndiku mirë, po vendimet ndoshta janë pak më vëshme, mirë po si klub